Sot do ju tregoj si të ulni marshet motor dhe do regjistroj me Insta360 që t'ju tregoj sa më mirë levën e freksionit dhe levën e marshit, gjithashtu dhe gazin si komandohen. Për të ulur marshet në një motor sportiv, por jo vetëm, do duhet përdorni levën e freksionit, levën e marshit edhe gazin. Është shumë e rëndësishme përdorimi i gazit që motori juaj mos përfundojë si shumica për transmision në servis. Shumica vjen dhe ul marshin në këtë mënyrë, shtypin freksionin dhe direkt ulin marshin. Shtypin freksionin, ulin marshin. Siç mund ta vini re, kjo sjell një goditje në motor dhe mënyra më e mirë për të ulur një marsh është duke aplikuar gaz në këtë mënyrë. Ideja e kësaj është të barazoj xhirot, po ta shikoni lëvizjen që unë bëj te gazi. Okej, tani do bëjmë një ulje marshin nga marshi 6, marshin e parë. Dhe çfarë bëjmë? Levën e freksionit dhe gaz dhe levën e marshit. Leva freksionit, gaz dhe levën e marshit.